Buxheti parapar për këtë vit për komunën e Prishtinës është mbi 151 milion euro. Me 33 vota për e 8 kundër, mbledhja e Kuvendit Komunal u përcëll me debate të shumta, ku kritikua dhe mungesa e kryetarit Rama në një ditë të rëndësishme për pushtetin lokal. Gjatë prezantimit të strukturës buxhetore dhe kërkesës për aprovim në tërësi, LDK dhe PDK shprehen mbështetje për hir të stabilitetit dhe zhvillimit, ndërkohë që vetëvendosja kundërshtoi votimin e buxhetit duke e cilësuar si të papranueshëm dhe problematik në disa aspekte. I gjithë buxheti i kryeqytetit është i ndarë në 5 kategori ekonomike, sipas të cilave në vlerat të humbaksuara pyetur njoftoi. Në kategorinë e kollave dhe mëditjeve, për vitin fiskal 2026 janë 48,3 milion euro për kategori. Kategoria e madhe e shërbimeve ka vlerën prej 32 milion, shpenzimet e komunalive 3,5 milion, subvencionet dhe transferet 6,8 milion dhe investimet kapitale 6 milion e 800 mijë. Buxheti i parapar për kryeqytetin u cilësua se është përcaktuar në vizionin e transformimit të komunës, ndërkohë që investimet kapitale vazhdojnë të sfidojnë pushtet mbajtësit lokal. Në veçanti 3 projektet kryesore si ai sheshi George Bush, lidhjen e Albërisë me qendrën dhe tunelin në rrugën Agim Ramadani, janë projekte me probleme ligjore dhe mbesin subjekt trajtimi nga organet e rendit.